Personat që gatuajnë me gaz duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. A i dini se gatimi me gaz mund të bëjë ajrin brenda shtëpisë deri 5 herë më të ndotur? Ky është rezultati më i fundit i një studimi të ndërmarrë nga një grup kërkimor i Institutit Rocky Mountain i publikuar para disa ditësh në The Guardian. Gatimi me gaz çliron shumë emetime të dioksidit të azotit dhe monoksidit të karbonit në shtëpi, të cilat janë tepër të dëmshme edhe për të vegjëlit. Ky uluntim vërtetoi se të vegjëlit që jetojnë në shtëpi ku përdoret soba me gaz kanë 42% më shumë gjasa të vuajnë nga astma. Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH i konsideron pajisjet me gaz si një nga faktorët kryesorë të ekspozimit të përgjithshëm të njerëzve ndaj dioksidit të azotit. Emërtimi i dioksidit të azotit mund të jetë gjithashtu përgjegjës për përkeçësimin e sëmundjeve të tilla si sëmundjet kronike obstruktive pulmonare, si dhe të jetë i lidhur me problemet e zemrës, diabetin dhe radikalet e lira.